Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Falënderimet qofshin për Allahun. Salavatet dhe selamat më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku e lutim të mëdhëshmin Allah të na bëjë prej tyre. U ndalëm në herën e kaluar pikërisht me modestinë e zotnisë së nderuar Umerit radhiyallahu anhu, ndërsa sonte do të vazhdojmë me disa shembuj të tjerë të përkujdesjes së Umerit. Normalisht njeriu i madh është ai i cili vërteton me vepër. Njeriu i madh është ai i cili madhësinë e tij e mat me vepër. Pra nuk është se vepron veprën për ta matur në mesin e njerëzve, jo. Por në brendësinë e tij, gjithsesi i cili prej nesh e njeh veten. Dhe në brendësinë e tij njeriu ka nevojë, domethënë, të jetë me këmbë në tokë. Dhe në rastin e Umerit radhiyallahu anhu, ajo çfarë e bën të spikatur këtë zotni të nderuar është vepra e tij madhështore. Dhe vepra më madhështore, ashtu sikur se ka thënë dhe vetë ai, sikur se do e përmendim, është kur ti ke në dorë diçka, jo kur nuk ke. Pra jenë mesin e mirësive, jenë mesin e pushtetit, dhe ti sërish i përmbahesh dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E ka pyetur një person Umerin radhiyallahu anhu dhe i ka thonë: "O prisi besimtarëve, ai person, kush është më me vlerë, ai person i cili i largohet të keqes por nuk ka ndjenja për to, pra nuk e ka dëshirë të keqen, nuk e dëshiron të keqen, apo ai person i cili ka dëshirë dhe ndjenja ndaj gjës në fjalë dhe i largohet për hatër të Zotit?" Thot me padyshim që ai i cili ka ndjenja, e ka të gjithë mundësinë, por i largohet për hatër të Zotit. Pra të dy me patjetër që kanë vlerë, por ky i dyti ka vlerë akoma dhe më shumë. Dhe ndaj dhe Umeri radhiyallahu anhu këtë madhësinë e tij e ka vërtetuar pikërisht nëpërmjet kësaj gjëje. Cilës gjë? Që ishte në mesin e pushtetit, në mesin e sundimit, dhe i përmbahet rregullat dhe ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Tregohet për djalin e tij ose një ndër djemtë e tij, Abdullah ibn Umerin radhiyallahu anhu, normalisht një personalitet i njohur, një personalitet për cilin Imam Dhahabiu rahimahullah ka thënë që nëse ai do të merrte pushtetin, pra nga ajo që ka treguar, ai ka qenë akoma dhe më i aftë se sa i ati për politika. Ka qenë më i aftë se sa i ati për politika, por do të ishte dëshira e të atit Umerit radhiyallahu anhu, i cili i kërkoi atij, por kërkoi dhe besimtarëve pas tij, që nëse do të ketë një emër të propozuar për të qenë trashëgimtar i Umerit në pushtet, të mos jetë djali i tij Abdullahu. Arsyeja sepse Umeri donte të mos hapte derën e trashëgimisë së fronit, por në të njëjtën kohë dinte shumë mirë se nëse emri i të birit Abdullahut do të ishte pjesë e propozimit dhe alternativave, ai do të zgjidhej. I plotësonte të gjitha kriteret, të gjitha normat, por mbi të gjitha kishte edhe dashurinë e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tregon Abdullahu dhe thot sikur se gjithë njerëzit dhe unë thot isha marrë me rritjen e deveve dhe i kullosnin në kullotat e shtetit. Pra në pronën e shtetit të ndryshe. Dhe qëllon që në treg, thot Umeri radhiyallahu anhu, dhe ishin shëndoshur goxha, thot, devet e mia. Pyet Umeri, thot, mashallah, kujt janë këto deve? Pra binin sy, ishin të shëndetshme. I thon, këto janë djalit tonë të Abdullahut. E thret Abdullahun dhe i thot: "O Abdullah, ku i ke kullotur?" Thot, në kullotat publike, pra në pasurinë publike. Me babën thot, "Nëse do të qëndronim përballë xhehenemit unë dhe ti, a do të ndehem unë buroj ke xhehenemi?" Thot babë, thot, "Do të jepja gjithçka, mos më të përdor ty në buroj në xhehenem." Pra nuk të sakrifikoj ty. Po thot, po këto që i ke kullotur në pronat publike, thot babë, si gjithë tjerët. Unë e di, thot, se si gjithë tjerët, por me dallim, sepse njerëzit kanë pyet, kujt janë këto? Janë të Abdullahut, që e kanë djalit mretit.
t'i japin përparësi këtyre. Mos I luni këto. Thot këto kanë pi ujë sa herë kanë ndesh, devetet uja. Kanë hëngër ku kanë ndesh, sepse kanë thënë domethënë që janë djalit mbretit ose të parit vendit, kështu që birë thot, unë nuk du të hynë hak as ty, por në të njëjtën kohë nuk du të bëhem buroja jote për në xhenem, domethënë që je justifiku se je djalim. Kështu që birë thot, vetëm hakun e tyre, domethënë sa ke shpenzu për t'i bledhe, sa ke shpenzu në to, të tjera të lutem thot, le të kthehen ke arka e shtetit. Kush e bën këtë? Këtë bën ai që ka frikë Allahun xhelle xhelalu, por që e don familjen e tij. Ai prind I cili nuk interesohet për pasurinë e fëmisë, se nga e fiton fëmia pasurinë, ai nuk e don fëmin. Ai prind të cilit I lezetohen të ardhurat e fëmisë, sepse ne jetojmë në një botë ku e dim shumë mirë domethënë se si dhe se sa mund të jenë të ardhurat mesatare atë një njeriu domethënë që punon ndershmërisht. Dhe ai njeri I cili nuk interesohet për këto të ardhura, ai nuk e don fëmin realisht. Ati të cilit I lezetohen nuk e don fëmin. Nuk e meriton titullin prind, sepse prindi është ai I cili sa të jetë gjallë prindi, duhet me të orientu për tek e mira. Thuhet se dikur një mbret në kish pas nxjerr një faraman, thot burgosën të gjithë prindët që nuk janë të aftë për punë. Pra thonë ndryshën mosh pensionin ditët tona të sotme. Se çfarë ndodhte me ta pastaj, I Zot e di. Ndaj dhe një djalosh thot e fshet atin në bëdrumin e shtëpisë. Shkon nusja e djalit dhe denoncon për të. Mirë po mbreti donte të shihte domethënë se ku qëndron sekreti I kësaj dashurie, se kishte të tjerë që ishin çu vetë, pra pa pas nevojë me spionu dikush. Dhe I thot të ka kërkuar mbreti, pra I dërgon fjalë, do të ka kërkuar mbreti, do të vish nesër tek mbreti, I mbathur dhe I zbathur. Shkon tek babai dhe I thot, bab, thot, shumë ka kërkuar mbreti, po si me shku I mbath dhe I zbath. Të mëson baba, thot ty. Me këtë veprim që do bësh njerëzit thot të thonë se I çmendur. Nuk ka problem. Mbreti merr mesazhin. Një kpuc vishe thot, një kpuc maje në dorë. Kjo në fen tonë islame nuk lejohet faktikisht. Ose do t'i mbathësh të dyja kpucët, ose do t'i heqësh të dyja. Nuk lejohet një veprim I tillë. Ka ndalesë nga ana e pejgamberit alayhis salam. Thot dhe mbreti e shifte nga dritarja e zyrës tij. Kur e pa domethënë që ishte në borrin mbretëror, jemi duke folur domethënë për mbretëri qytetesh, ashtu ishin domethënë. Thot thuaj këtij personi që sot s'ka mundësi mbreti me të prit, por do vish nesër I hipur dhe në këmbë. Thot bab si t'ja bëj? Akoma dhe më e vështirë. Të mëson baba, thot ty. Merr një shkop, vendose midis shalve dhe ec me të. Njerëzit do thonë pas ka rrëshqit. Mbreti thot, e merr përgjigjen që ky e gjeti zgjedhjen. Sepse ti realisht konsiderosh që I ke hyp diçkaje, por në të njëjtën kohë po ecën këmbët e tuaja. E pasërish mbreti edhe I tha, dhe sot nuk ka mundësi me të prit, por nesër të vish me më besnikun dhe më tradhtarin që ke në jetën tënde. Bab thot, për këtë ku ta gjej? I ati I cili e kish kuptuar se si qëndron puna, I thot, birë thot, merre gruan, merre qenin, merre dhe shkopin me vete. Kur të shkosh tek mbreti, do të fusim mrena këtë radhë. Dhe kur të pyesi mbreti, domethënë se kush është tradhtari, kush është besniku, thuaj ta provojmë. Godite qenin, më pas godite herë dhe gruan. Thot kur e godet qenin, qeni e keni parasysh për atë që ka majt qenë ose mban qenë që kur e rref, domethënë ai të afrohet një shenjë sikur me të kërku falje, domethënë për veprimin që mund të ketë bërë. Ka natyrën e vet. Thot më pas thot godet edhe të shoqen e cila nis domethënë dhe thot shkemër, nuk mjafton që e ke fsheh babën në bodrum të shtëpisë, thot kjo është tradhtarja,
ky është besniku në jetën time. Nga ajo ditë thot e anulloi domethënë një faraman të tillë dhe u kërkoi ndjes njerëzve për një faraman të tillë. Pra babai ose prindi, jo vetëm babai, po prindi i cili është prind, është orientues dhe këshillues dhe i dobishëm për fëmijën sa të jetë gjallë. Dhe akoma më i mirë është ai i cili ka lënë këshilla dhe përpas vdekjes tij. Dhe Omeri radiallahu anhu ishte një person i cili e donte familjen, punonte për familjen, i shërbente familjes tij, ndaj dhe interesoi në maksimum. Sërish tregon Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu dhe thot në një zonë që quhet Xhelula, shet shteti domethënë mallin, po themi ndryshe. Po themi pronat, po shet mallin në asaj zone. Dhe shkon Abdullah ibn Omeri, duke qenë se ishte njëri tregtar, dhe blen një sasi të konsiderueshme të atij malli. Madje i japin atij prioritet. Me ta marrë vesh Omeri radiallahu anhu i shkon të birit, o Abdullah, çfarë ke bërë me babën? Thot babë, thot, do të thënë bleva si gjithë njerëzit e tjerë, bleva dhe shita. Me babën tha, atë dham prioritet? Do të thënë atë përmendën që është djali i Omerit? Dashi pa dashi, tha tani njerëzit e dinë. Pra njerëzit e dinë që unë jam djali yt. Atëherë do baba fort, merr vetëm atë që ke shpenzuar. Tjetrën nuk kemi nevojë me babën, po ta çosh ka arka shtetit se ke qenë i favorizuar. Nuk është se e ke përdor, por ke qenë i favorizuar. Të njëjtën gjë ose pothuajse të njëjtën gjë na tregon sërish Abdullah ibn Omeri dhe thotë, ishim në një nga zonat e Irakut bashkë me vllajin tim, thotë Ubejdullahun. Omeri ka pas disa fëmijë, pra ka pas Abdullah, madje ka pas dy fëmijë që kanë pas emrin Abdullah, dhe i thon Abdullah i madh dhe Abdullah i vogël. Dhe ka dhe Ubejdullah. Dhe thot Ebu Musa al-Ash'ari, që ishte valia e asaj zone, thot na thotë, di si është puna, thot ne ishim në ushtri, domethënë si të gjithë tjerët, di si është puna, nuk kam me çfarë me ju nderu, ndaj merrni këtë sasi parash të cilat do ja dërgoj Omerit. Përdorni për tregti, kur shkoni atje, e supozojmë për shembull të kam dhënë 10.000 euro. Ti do ja çosh Omerit 10.000 euro, po s'ka një të keqe se ti përfitove, domethënë i përdori çik ton tregti. Dhe ashtu vepruan thot këta, me të shku tek Omeri radiallahu anhu, domethënë shikoni njeriu i cili jeton për familjen. Pra Omeri dhe familja. Se shpesh herë ne si njerëz tregohemi dobët për shkak të familjes. Dobësohemi në praktikimin dhe zbatimin e fesë për shkak të familjes. Ndaj dhe Allahu xhelle xhelalu në Kur'an në famlar në drejtohet dhe thot: Ja ayyuhan nas ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju njerëz, ruani veten dhe familjet nga zjarri, lënë djegse të cilit janë njerëzit dhe gurë. Pra, më shumë ti duhet kujdesesh për familjen, dhe Omeri domethënë i thot bijve të tij, a u favorizuat po? Ktheheni atje. Abdullahu thot pa një, pa dy. Nuk e diskutoi fjalën e të atit, ndërsa Ubejdullahu ishte pak më ndryshe. Thot tash më babë thot ne zbom një gjë të keqe. Pra na dha këto pare, me i përdor, dhe ty me t'i sjell normalisht, domethënë me i dorëzu të gjitha të plota. Thot po a i dha të gjithë ushtrisë apo ju dha vetëm juve? Jo, thot vetëm neve ne i dha, domethënë ne i besoj vetëm ne dyve që keni për po pra për t'i sjell. U dha për t'i sjell. Nuk, domethënë pjesa tjetër që ka dashur me u shërby, edhe kur tjetri ta bën ty si favor, është gabim. Se ai nuk është pronari i saj. Nga xhepi vet le t'japi ai. E supozojmë ka pas një borxh mu dhe thot, a ma ço këtë borxhin ke Omeri? Po. Gjatë kohës që ti ke për t'ia çu, s'ka problem, përdori veti për në një tregti, domethënë me kriju ndonjë të ardhur. E rëndësishme është që kur të arrish atë t'ia kthesh Omerit, po kjo është e jotja. Kurse në rastin konkret është malli i shtetit.
Ai nuk ka pushtet mbi mallin e shtetit, se është pushteti i gjithëve. Ndaj thot, këtë duhet ta kthejmë aty. Duke qenë se Ubejdullahu domethënë reagoi ose kundërshtoi, sepse ishte mund që ata kishin bërë, Umeri radiallahu anhu domethënë konsultohet me këshilltarët e tij më të ngushtë, të cilët i propozojnë dhe i thonë o Umer, propozojmë që të konsideroheni ortak, pra gjysmën e fitimit ta dorëzojmë, gjysmën ta majnë këta. Dhe me këtë u pajtua pastaj. Umeri radiallahu anhu domethënë në ruajtjen e familjes, në mbrojtjen e familjes tij ka treguar shembuj madhështor. Sepse nuk është puna se sa i serë tregohesh me familjen, jo, sa përpiqesh për familjen, sa përpiqesh për të qenë i drejtë me familjen, dhe drejtësia më e madhe është të mos pranosh ti ushqesh me haram. Thonë një fjalë, sirianët më të thonë drejtën gjithmonë nga bë përshtypje, dhe gjithmonë domethënë ka kriju atë sigurinë. Thotë ushqeje fëmin me halal dhe hudhe ndet po deshe. Ushqeje me halal edhe hudhe dhe ndet po deshe. Thotë se me shpresën e Zotit nuk ka për të myt. Pra qëllimi nuk është se ushqeje me halal dhe shko hudhe ndet dhe shko hidhe në zjarr. Jo, se këto janë faktorë natyror me të cilët përballet njeriu domethënë edhe mund ta psojë me to. Por rëndësia që japin domethënë pjesës së halalit. Dhe Umeri radiallahu anhu jo vetëm në këto gjëra, por dhe në dashurinë që tregonte, duke i dhënë gjithë secili, duke treguar me gjithë secilin postin që meriton. Umeri absolutisht nuk ka favorizuar kur familjarët dhe farefisin e vet. Ka qenë një periudhë në shtetin islam ose në fillimet e shtetit islam, si periudha të gjithë tyre sahabëve, ku ka patur një lloj pensioni ose përkraje sociale, jo pension, por përkraje sociale. Përkraje sociale konsistonte domethënë në faktin që shteti ka bonuse, dhe këto bonuse në bazë të një politike, domethënë që ishte caktuar dhe është ndër të parët Umerit që ka përdorur atë, në bazë të një politike bëhet dhe shpërndarja dhe përfituesi, domethënë politikat e përfitimit ishin të caktuara. O vëllezërit e mi, të fundit të cilët nisnin dhe përfitonin për këtyre politikave dhe përkrajeve sociale ishte farefisi i Umerit. Dhe akoma më shumë të fundit ishin familjarët e vet Umerit. Pra nëse supozojmë kishte 10 fise dhe një ndër këto 10 fise ishte fisi i Umerit, i 10-i ishte në radhitje që kishte për të nisur me përfitu. Mund qëllonte që s'mbeste gjot kur shkonin ke ky 10-i Umeri se kishte problem. E linte farefisin domethënë pa përfituar. Dhe tregon më mirë themi Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu dhe thotë që në një ndër këto shpërndarje dhe përkrajes sociale, Umeri radiallahu anhu thotë i dha prioritet ose e vlerësoi më shumë Usamet ibn Zeid, thotë e vlerësoi më shumë nga unë. Dhe i them, o baba im, pra jo në syt Usamës, po ky është diskutim domethënë midis djalit dhe babait, o baba im. Po, çfarë ka pas baba këtij më shumë se sa baba im në vlerë, sepse u merrnin parasysh edhe kontributi ose vlera që kishin pasur prindrit. Çfarë ka patur më shumë babai i këtij, Zeidi pra, Zeid ibn Haritha, nga babai im, pra që ishte vetë Umeri. Pra çfarë vlere kishte më shumë Zeidis nga Umeri? Dhe çfarë vlere ka Usamet ibn Zeid? Çfarë kontributi ka më të madh nga unë? Që e ke vlerësuar domethënë këtë zotni më shumë se sa unë, se ishte shumë fishi Abdullah ibn Umerit. A ti thotë e pyet diçka ti thotë, o Abdullah. I thotë patjetër o baba im. Pra pse mos ta bëj një pyetje të tillë? Thotë po a nuk i mjafton këtij zotnie që ky konsiderohet domethënë i dashmi pejgamberit alayhis salam. Pra hibbu Rasulillah, i dashmi pejgamberit. A nuk i mjafton kjo gjë? Dhe ti akoma pyet domethënë se çfarë vlerë ka ky. Po ka vlerë pra se ka pas dashurinë e profetit, ky ka fituar dashurinë e profetit alayhis salam. Pra Umeri ishte edukator i mirëfillt në familjen e vet. Nuk ishte ai personi që domethënë përdorte tagrin kështu si tha mund dhe pikë, sepse kemi dhe këtë lloj prindësh, po nuk është ky prindërimi në Islam. Si them unë dhe pikë. Jo.
Jo si thuti, po si thot arsyetimi, si duhet jetë arsyetimi. Umeri radiallahu anhu i tillë nuk ishte vetëm me fëmijët. Umeri radiallahu anhu i tillë ishte edhe me bashkëshortet e tij. Ndaj tregohet për sahabien e nderuar një ndër bashkëshortet e Umerit radiallahu anhu, Atika binti Zeid. Atika binti Zeid ka qenë një ndër gratë më të lakmuara, një ndër gratë më të përkushtuara në namazin me xhamat. Ajsa Umeri kur u martua me të, i thot, unë jam tip xhelozi, domethënë dhe nuk kam qejf që të shkojsh në xhami. Nuk e kam me qejf që ti të shkojsh në xhami, të frekuentojsh xhamin. I thot Atika binti Zeid, thot, na e ka lejuar atë që është ai që është më i mirë nga ju. Pra pejgamberi alayhis salam, i cili ka thënë la tamna'u ima Allah masajid Allah, mos i ndaloni femrat nga frekuentimi i xhamive. Pra mësrimi i thonë, sepse ne i bim dhe shkurt, harse se ke obligim ti. Mos ja ndaloni diçka të tillë, por do të frekuentu xhamin. Nga ajo ditë, thot Umeri, u dorëzu. Dhe ditën kur Umeri është vrarë, sikur se do ta përmendim inshallah në vazhdim, ditën kur është vrarë namazin e sabahut, Atika binti Zeid ka qenë në xhami. Dhe Atika binti Zeid thot, nuk e kam kuptuar se Umeri i bën atentat vetëm se kur u ndru zëri, domethënë që u fut imami i dytë, Abdurrahman ibn Aufi e ka zëvendësuar në rastin konkret, vetëm aty e kam kuptuar se ndodhi diçka, po jo se çfarë ndodhi konkretisht. Dhe thot Umeri radiallahu anhu i kish ardhur Amber. Amber janë nga llojet e parfumeve, domethënë. Mirë, po duke qenë se është produkt i ngurt, pra kërkon coptim. Thot dhe është i çik më tepër kjo si punë grash, pjesa e këtij lloji parfumi ose pjesa e këtij veprimi. Thot sikur ta gjejsha, thot Umeri i thot shoqes, sikur ta kisha gjetë ndonjë grua e cila e merr përsipër, pra jo në këmbim të pagesës, por e merr si punë vullnetare që ta bënte këtë veprim. Pra ta shkrinte këtë parfumin, pra gurin e amberit dhe ta bënte. Thot, e marr përsipër unë. Ja, jo ti, thot. Ajo duke menuar domethënë se nuk po ja lën se jo po mundon shoqjen e kështu. Jo ti, thot. Po ndonjë tjetër, sepse po ta veprosh ti, do të ngjaj, jo do të ngjaj, po do të ngjalli dhe ke vetja jote dyshime që je duke përfituar nga parfumi që është malli i shtetit. Pra me çfarë do përfitojte? Me erën që do merrte prej saj gjatë përpunimit, jo se do përfitojte ndonjë gjë tjetër. Dhe kjo gjë të nderuarit e mi, janë gjëra shumë të vogla që njeriu përkujdeset për to, dhe këto quhen në emërtimin e fesë el-wara. El-wara është domethënë ti rrish larg gjërave që ke me pikpyetje. Ai nuk është se ka me pikpyetje se është haram apo është halal. Se po të shkojë diskutimi deri aty, e ka çu larg. Por e ka me pikpyetje, domethënë që ç'mduhet mua me ju afro diçka e tillë, një gjë e tillë. Dhe ka patur prej dietarëve islam, un kam lexuar për një prej tyre, thot i cili punonte në një dyqan parfumi, thot kur e lente punën, thot aty pranë kishte po themi një enë me dhe, të cilën e përdorte, domethënë fërkonte shumë ose lante duart me të, me enën me dhe, i bënte me balë, lante duart me të, dhe kur i thonin se përse, dhe përdorte thotë rroba pune në atë kohë, pra përdorte rroba pune. Dhe kur e pyesin se përse bën diçka të tillë, ku qëndron sekreti, thonte se duke punuar gjatë gjithë ditës me parfum, pra pronarin paguan për të bërë punën, jo për të parfumos. Dhe nuk duhet të parfumosëm, domethënë pa i dhënë hakun. Ato t'i thonë të gjë pronari. Kjo çështje pastaj gjithsesi i cili është si e ndjen. Pra është një lloj, domethënë si kuzhinjeri me qenë në kuzhinë dhe me i thonë mos e provoj një gjellë. Ai është në kuzhinë dhe është herë i detyruar, po me provu të thotë i çi, kjo jo me fut veten, domethënë pjesëtar me të. Pra ka për njerëzve të cilët ku punojnë një punë, po punoj unë, po jap kontributin tim këtu.
ti po jep kontributin tënd, por pronarja tjetër kush? Për sa kohë që tjetri ke rënë dakord me tjetrin për rrogën, për pagesën, ke kryer punë me të. Nuk ka detyrime të tjera. Me ja vu këto qoka vetes sipas dëshirës tënde, ku kishte dalë dynjaja, pejgamberi alayhis salam ka thonë, sikur njerëzve t'u jipej mbi bazën e pretendimeve, sa dëshira kanë dhe sa pretendojnë njerëzit, do kishte prej tyre që do kishin dëshiru, do kishin pretendu edhe shpirtin e disave. Pra mi marrë në jetën, mi marrë dhe ymrin. Mirë po ja që njerëzve alhamdulillah jipet në bazë të hakut Zotit xhelle xhelalu. Dhe ke haku i Zotit duhet më fokusu jashtë mase. I shkon një dhëndër i Umerit radiallahu anhu, i shkon Umerit dhe i thot, të më kishe mbështetur, favorizuar, të thonë, kam nevojt, më mbështesje diçka. Pra shkojshin fukaret, i kërkojshin do u kryen të puna, njefto që e vërtetonte. I thot Umeri, sa duhen? Më jep sa dush. Jo sa dush, thot, po sa duhen ty. Allah i thot, si që ke dhënë tjerve? Jo. Tjerve u kam dhënë nga haku i Allahut, nga pasuria e shtetit. Ty nuk t'jap nga pasuria e shtetit. Ty t'jap nga pasuria ime personale. Ndaj dhe të them sa duhen që të shoh ai kam apo si kam mundësinë. Po jo thot, po unë du si që ke dhënë gjithë tjerve. Jo më të keqen thot. Pse dashkë me më përdor mua, do më thonë për në xhenem ti si. Do thonë që jam dhëndri Umerit unë dhe po vi, hase po më favorizon Umeri. Umeri ishte shumë, po jashtëzakonisht i kujdesshëm me këtë pjesën e favorizimit në pushtet, se është pjesa më e vështirë për një person i cili ka post. Gjendet vetë në pozitë, po kujdo pozitën kur do dalësh përpara Allahut. Ebu Musa al-Ash'ari i bën një dhuratë, diçka të thjeshtë, bashortës së Umerit Ummu Kulthum radiallahu anha, stërmesë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kur e shef Umerin, domethënë i thot, ka erdhi kjo. Thot ma ka pru dhuratë Ebu Musa. Ebu Musa al-Ash'ari pra ishte mëkëmbës i Umerit, ishte guvernatori i Umerit. Thot, ta ka bë dhuratë, çlidhje ka Ebu Musa me ty. Kur jemi duke folë se çlidhje ka, nuk jemi futur në kapitullin në sensin e dyshimit të vëllezërit e mi, jo. Po çlidhje ka, domethënë që me dhuru. Thot, thjesht për respekt, domethënë, ja çova si grua e Umerit. Mi po nga këtu lindin gjonat. Se këto lindin si mirësjellje, fillimisht, mirë po kur nisën dhe pranohen këto lloj dhuratash, këto nuk them absolutisht nuk ishte e tillë nga Ebu Musa al-Ash'ari, por këto janë dhurata korruptive që një të ardhme kur ty të lipset një diçka, ke derë në hap me mos e ke thoni diçka ti. Ke ku me kërku i diçka, pse se ke dhënë, që është e vërteta. Thot dhe Umeri thot e mori atë dhuratën dhe ja hudhi Ebu Musës kokës. Tha, a nuk vjen turp që ti që je përfaqësuesi im, ta bësh një veprim tillë? Thotë Umer, po as nuk kam dhënë domethënë as nga pasuria e shtetit, as nga imja personale. Po pikërisht pse është nga jotja personale, pse ta bësh? A je duke menduar domethënë më provokosh mua, apo je duke tentuar për të prishur dynjan dhe ahiretin familjes time? Sepse njeriu domethënë duke parë një lloj luksin në thojsa me thënë, domethënë e ka dhe ai dëshirën ta jetojë. Po ne jetojmë aq sa i kemi kapacitetet që na i ka dhënë Allahu xhelle xhelalu. Po e njëjta zonjë nderuar, Ummu Kulthum, thot i bën një dhuratë mbretëreshës së Egjiptit. Dhe ajo ja kthen dhuratën me më të majme se sa dhurata që kishte dërguar zonja në fjalë, sepse tham që zonjat e Umerit nuk kishin pasuri, pra çfarë mund të jepnin. Thot me ta marrë vesh Umeri, dhe dhurata e saj ishte shumë e majme. I thot konsultohet me të pranishmit. Thot kështu ka ndodhur. Shikoni se sa i hapur.
Nuk kërkon as ta fsheh asgjë. Kështu ka ndodhur, pra ime shoqja i ka bërë një dhuratë. Dhe kjo zonja ja ka kthyer me një dhuratë shumë fish më të majme. Si mendoni ju? Gjithë, domethënë, këtu shifet shoku, këtu shifet miku. Është ai i cili mendon të ruajë ty fillimisht, nuk është ai i cili të shkon mas fijes. Nisën duke thonë s'ka gjë Umer, ka gjë, domethënë, kanë këmbyer dhurata me njëra tjetrën, nuk ka asgjë. Po kur e ka këmbyer dhuratën thotë, si i thonë domethënë që a ka dhënë dhuratë nga vetja apo nga pasuria e shtetit. Jo i thotë Umer, ka dhënë nga vetja, por ai postieri që shkon nga këtu në Egjipt, shkon në Vjen. A postieri babës kësaj është? A e paguan kjo valla të? Thonë, po mirë, kush është zgjidhja? Zgjidhja i thonë ato është që të paktën të paguat posta, pra të mbulohen shpenzimet e postës. Ndërkohë që Umeri i thotë të shoqjes, domethënë, që unë do të isha i kënaqur jo vetëm me këtë, me pagesën e postës, po do isha i kënaqur që në të gjithën këtë të dorëzonin pasurinë e shtetit. Me këtë vërteton edhe një herë tjetër fjalën e profetit alayhi salatu wassalam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma aidi an-nas yuhibbuka an-nas. I asket në çështjen e dynjallikut të dojë Allahu. Do thonë mos e fut dynjallikun në zemër të dojë Zoti, largoju interesave të njerëzve të duan dhe njerëzit. Duke i larguar këto gjëra nga vetja, edhe njerëzit nisin dhe e donin. Umeri radhiyallahu anhu ishte njeri i drejtë. Ishte njeri që i respektonte të gjithë në maksimum. Dhe ndër njerëzit të cilët respektonte më shumti ishin familjarët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për kujdesej për gratë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po te gratë e pejgamberit ishte dhe bija e tij Hafsa. Thot kur u çonte hisen, pra tregon Aisha radhiyallahu anha dhe thot kur Umeri radhiyallahu anhu na sillte hisen e përvitshme që kishte për të na dhënë, thot vallahi e funit fare ishte Hafsa, kur kishte për të çuar gjë. Dhe kishte raste kur Hafsës nuk mbeste gjë për to për t'i dhënë gjë. Nuk mbeste asgjë për to. Pra e kishte përfunduar të gjithën me ne. Kjo bëri, domethënë, sepse robi sado, domethënë duke dhënë, ti për shembull nuk e kthen dot ose vetëm duke marr, kur i thon, vetëm duke marr bëhesh më turp. Kjo bëri që gruaja e pejgamberit ose një ndër gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Zeinebja, lutet dhe thot, o Zot, ma mundso që të jetë hera e fundit që marr domethënë nga përkraja e Umerit, pra që e ndante një herë në vit. Ma mundësot mos e harrimo, dhe vitin e ardhshëm do të thënë vdiq. Nuk arriti me marrë më për sdyti. Dhe do të ishte kjo e para, e cila do i bashkohet pejgamberit alayhis salam, që do largohet nga jeta e kësaj bote nga gratë e tij, ku i dërguari i Zotit do të thonë dhe e ka thënë që e para që do të mbashkohet ndër ju, nga gratë e mia, qëllimi është që do të vdesë, domethënë, do të jetë durgjata. Durgjata thot zgjashin durët, gratë e pejgamberit, se kush i ka durët më të gjata, ndërsa pejgamberi alayhis salam nën kuptonte dordhënën, sepse Zeinebja ishte ajo që ishte më dorëlëshuar nga gratë e pejgamberit alayhis salam. Ndaj dhe e ka emërtuar duar gjata. Jo si kishte duart e gjata, por kishte dorën e zgjatur në mirësi, në hajër, në begati. Ai sa hera e fundit, domethënë që ajo merr prej Umerit, thot nuk pranon as me hap, domethënë siç ja kishte dhënë, thot nisi dhe u andau njerëzve që ajo u jepte, domethënë të njohur vetvete, dhe i thot një shoqëruese e saj, thot, "Ore s'lejnë gjë për ne", thot. "S'lejnë gjë për ne". Thot e hapi atë, thot ka boll, thot tu. Shpërndaj dhe këto, thot, dhe le vetëm diçka të vogël për ne. Dhe nga i çast, domethënë ishte ai lloj zemërimi që e bëri, domethënë, ose ai lloj pikëllimi që e bëri të lutet dhe thonte që o Zot, ma mundso që të jetë kjo hera e fundit që marr prej këtij zotnie. Umeri nuk ofendonte askënd, përkundrazi, i donte dhe i respektonte gratë e pejgamberit alayhis salam dhe përkujdesej për ta, para se të përkujdesej për të bijën e vet. Dhe kur e bija një ditë për i ditësh, domethënë i thotë bija që o baba im,
Ti je i shuar për drejtësinë tënde. Mirë, por kur vjen çështja me të afërmit, ato i lën pas dore, sepse u jep fillimisht të largëve, nuk u jep të afërmve. Thot fillimisht o bab, thot, a nuk duhet, thot, njeriu, domethënë që a nuk na porosit Allahu për të afërmit, që me nis për të afërmit, me të afërmit atë hajrin e mirësinë? A është në rregull apo jo? Që duhet ta nisësh me të afërmit, për të përkujdesesh për të afërmit. Shikoni zotnia e nderuar, për cilin pejgamberi alayhis salam ka thënë se çdo ummet ka njerëz që u shpallet e vërteta, domethënë u shpallet jo me shpallje hyjnore, por domethënë që Allahu e vendos hakun te këto dhe i tillin këtë ummet është Umeri. Thotë i bi, thot, ashtu është me babën, por është për pasuninë tate, jo për pasuninë e shtetit. Pra ke jotja, fillimisht duhet të jesh i mirë herë me të afërmit. Pra nuk bën që ti të shkojsh të ndihmosh dynjan dhe familjarët ose të afërmit tu t'i lesh të fundit në mënyrë kategorike. Duhet ta nisësh me të afërmit tu. Por kjo kur bëhet fjalë për pasurinë tënde, kur bëhet fjalë për atë që të shlon amanet, ja, nuk është ky rregull, nuk funksionon ky rregull. Ndaj dhe i thot, për sa i përket kësaj, po, ndërsa për sa i përket kësaj tjetrës, jo i bija ime. Këtu do të ndalemi në natën e sotme, duke lutur Allahun xhelle xhelal të kemi përfituar nga sa u tha, të kemi marrë bereqetin e mirësinë e begatin, të lutemi ty madhnueshmi Allah na falë na mëshiro, na pajisë Zot me moralet e larta të këtyre burrave të lartë. Na mundëso Zot të jetojmë dhe të ecim gjurmëve të tyre në këtë dynja, të bashkohemi me ta në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.